Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah. Me thënë të drejtën, kur shikon tubimet të tilla, besimtare, të tubuar në shtëpinë e Zotit lartësuar, ku secili prej tyre ka atë listën e hallave të shqetësimeve, të kërkesave, të lutjeve që ja dedikon Allahut lartësuar. Më kujtua një hadith i mrekullueshëm, i cili vjen në formë shumë përgëzuese, ku pejgamberi alayhis salam thotë: Allahu i lartësuar ka krijuar disa melajke, disa angjëj, të cilët kanë një detyrë shumë fisnike, zbresin prej qiejve të lartë në tokën e Zotit. Dhe ata synojnë dhe kërkojnë ato tubime, ato vende ku përkujtohet Zoti i lartësuar. Pa kërkojnë të gjojnë njerëz të cilët përkujtojnë Allahun, luten, falen. Pastaj në momenti që i gjojnë këto tubime, i rrethojnë plotësisht. Pra me lajket i rrethojnë këto tubime plotësisht. Dhe pastaj pal, njëri mbi tjetrin pothuajse, ngjiten derisa shkojnë tek Zoti i gjithësisë. Pa diçka që ne nuk mundemi ta perceptojmë. Derisa shkojnë tek Zoti i lartësuar. Aty Allahu i madhëruar i pyet, edhe pse është më i dishmi rreth asaj gjëje që pyet. Dhe i thot: çfarë konstatuat? Çfarë gjetët? Çfarë pat? I thonë: o Allah, ne gjetëm njerëz të cilët ishin tubuar, ishin bashkuar, ishin mbledhur për të adhuruar ty, luteshin, faleshin, kërkonin falje. Këtë moment Allahu i lartësuar thot: por am kam para ata mua. Pra njerëz të cilët tubohen aq më tepër në këtë orë jo të zakon, am kam para ata mua. Thonë me lajket: jo Zot, nuk kam parë, është mëse normale, askush nuk e ka para Allahun i lartësuar. Thot Allahu i lartësuar: po si do të ishte nëse ata do nuk kishin parë? Si do të ishte gjendja e tyre shpirtërore? Si do të ishte ai angazhimi, impenjimi i tyre nëse do nuk kishin parë? Pra imagjinoni për një moment nëse do kishin parë, pra jo diçka normale, por krijuesin e qiejve dhe tokës, krijuesin tonë, Allah, furnizuesin, të plotfuqishëm. Si do të ishte gjendja e tyre? Natyrshëm me lajket i thonë: o Zot, ata do të adhuronin akoma më shumë, do të ishin akoma më të përkushtuar, do të ishin akoma më njerëz më të lidhur me të mirën. Thotë Allahu i lartësuar: cilat janë dertet, hallet, shqetësimet e këtyre njerëzve, synimet e tyre, kërkesat e tyre? Dhe me lajket normalisht i përmendin ato, por mbi në kryet e listës është: o Zot, ata janë njerëz të cilët kanë shumë dëshirë të zjarrt të bësh risk xhenetin. Përveç kërkesave të tjera, kanë një dert shumë të madh dhe kanë një synim shumë madhor, duan që ti të bësh risk për jetësinë në xhenet. Thotë Allahu i lartësuar: po a kanë parë ata xhenetin? Thonë: jo Zot, nuk e kanë parë. Imagjino xhenetin. Të shohësh një vend i cili spikat në dunja për bukurinë, për madhështinë, për shërbimet, dhe kthehesh i mrekulluar. Do vetëm të flasësh ndoshta një javë të tërë për atë vend ku ti ke qenë. Po xhenetin që ka krijuar Allahu i lartësuar enkas për të shpërblyer vepërmirët që qofshin prej tyre, o Zot. Enkas për të shpërblyer. Kush i madhërisht e ka mundësinë, e ka dhe dëshirën, e ka krijuar enkas, madje prej xhenetit me dorën e tij vetëm për të shpërblyer ata që falen, ata që agjirojnë, ata që adhurojnë Zotin. Thotë: por a kanë parë ata xhenetin? Jo Zot, nuk e kanë parë xhenetin. Thotë: si do të ishte nëse do ta kishin parë xhenetin? Pra nëse do të kisha mundsuar për qoftë për disa çaste, do të kishin parë këtë vend, si do të ishte gjendja e tyre? Thonë: o Allah, ato do të adhuronin natyrshëm më shumë, më me përkushtim, do të ishin më të predispozuar për të bërë mirë. Thotë Allahu i lartësuar: dhe cili është halli i tyre më i madh? Frika e tyre më e madhe dhe shqetësimi i tyre më i madh? Thonë me lajket, imagjino me lajket dëgjojnë lutjet tona, shqetësimet tona. Thonë: duan të shpëtojnë nga zjarri i xhenemit. Duan të shpëtojnë nga ndëshkimi. Thotë Allahu i lartësuar: por a kanë parë ata xhenemin, vendi që e ka krijuar Zoti enkas për të ndëshkuar atë që nuk beson, atë që nuk adhuron Zotin? I krijuar enkas për ata të cilët kalojnë në botën tjetër dhe njerëzit kujtojnë se ja kaluan paq.
Pa kanë bërë krime, kanë bërë zullume, dhe kujtojmë ne, kur shohim gjendjen e tyre, themi, si ka mundësi, kaloi te Zoti ky, pa të fare. A kanë parë ata xhenemin? I thonë, jo, Zot, nuk e kanë parë xhenemin. Thotë, si do të ishte nëse do ta kishin parë? Nëse do ta kishin parë xhenemin, o Zot, do të ishin më të ruajtur, më të kujdesshëm, do të ishin më të angazhuar për tek e mira dhe kështu me radhë. Thotë Allahu i lartësuar, përderisa gjendja e këtyre njerëzve është e tillë, janë tubuar për hir të madhështisë time. Më adhurojnë, më përkujtojnë, pa më parë. Synimi i tyre është shumë fisnik, synojnë për jetësinë dhe xhenetin, përveç kërkesave të tjera. Dhe kanë frikë, zjarrin e xhenemit, unë ju marr juve, o thotë Allahu i lartësuar, me lajkeve dëshmitar se të gjithë ata njerëz që nga i pari deri tek i fundit i kanë falur. Dhe i kanë mëshiruar. I kanë falur dhe i kanë mëshiruar. Shikoni pjesa ndoshta më e bukur dhe interesante e këtij hadithi është tani në fund. I thon me lajket, o Zot, po në mesin e tyre është edhe dikush i cili është prezent, ka ardhur, po nuk është se ka ndonjë vetdije shumë të madhe fetare. E ka marrë shoku, ose thjesht ka dëgjuar natë kadri, një natë e mirë, pra nuk është se ka njohuri ose ndonjë vetdije shumë të madhe. Nuk është çudi që tjetë edhe shumë mëkatar apo shumë gjunafshar. Pra thonë, si shto populli i ra rruga. I ra rruga ma ullë. Edhe qëndrojnë me këta njerëz, i fali këto teravi, pavarësisht se nuk kuptonte. Ju lut Zotit lartësuar, u bë pjesë e kësaj mirësie, në mesin e tyre është dhe filani, ose janë dhe disa të tillë. Thotë Allahu i lartësuar, ata janë njerëz që nuk humbet kur kush shoqërohet me ta. Ata janë njerëz të cilët nuk humbet kur asnjëherë ai i cili shoqërohet me ta. Që do thotë të gjithë i kanë përfshirë në mëshirën time, në faljen time, dhe ata do të kenë lutje të pranuara tek Zoti i gjithësisë. Këtë komunikim apo këtë që fjalë të shkurtër që do ta ndajmë bashkë, me thënë drejtën mendova ta ndaj me këtë hadith madhështor i cili është edhe esenca e gjithë gjës për të cilën ne jemi mbledhur. Ne duam Allahun. Ne kemi besuar Allahut. Ne duam xhenetin. Ne duam shpëtojmë nga të gjitha sikletet dhe problemet e kësaj dunjaje, po mbi të gjitha nga sikleti dhe problemi i madh që është zjarri i xhenemit. Allahu na ruaj. Ne duam dalim faqe bardhë përpara Zotit në botën tjetër. Ne e duam të mirën. Ne jemi të vetëdijshëm se jemi të mbuluar me mëkate, me kusure, në momente të caktuara pse jo mund të kemi bërë dhe padrejsi. Ne jemi të vetëdijshëm që deri në këto momente nuk është çudi ta kemi jetuar jetën keq, mirë po e duam të mirën. Mirë po në momentet të caktuara ndihemi të pafuqishëm. Në momentet të caktuara nuk është në harmoni, dëshira zjarr për të bërë një njeri më i mirë, për të bërë një besimtar më i denj, më i përkushtuar, nuk është në harmoni me mundësinë ose ndoshta me atë impenjimin. Prandaj vjen nata e Kadrit. Mirë moj begati Ramazan, vinë këto tubime që ne ta kthjellojnë pak më shumë, më mirë këto koncepte. Të na forcohet akoma më shumë të bëhet akoma më solide lidhja me Zotin tonë, lidhja me xhenetin, lidhja me njëri tjetrin, lidhja me të mirën. Edhe nëse nuk arrijmë që të perfeksionojmë jetën tonë apo të perfeksionojmë raportin tonë me Zotin e gjithësisë apo me të mirën, minimumi men taqarraba ilayya shibran. Minimumi hedhim një hap, përmirësohemi, bëjmë diçka të mirë, avancojmë diçka. Edhe nëse nuk bëjmë dot me lek. Ama ky është momenti dhe nata e Kadrit. Është momenti kulminant, jo thjesht për të kaluar disa çaste dhe për të bërë disa lutje, por për të filluar një jetë të re. Një jetë të re me veten tonë, një jetë të re me prindrit tanë, një jetë të re me Zotin e gjithësisë mbi të gjitha, një jetë të re me zgjedhjet, me vendimarrjet, një jetë të re për të kërkuar falje për të shkuarën dhe për të ndërtuar dhe për të projektuar në mënyrën më të mirë të ardhmen. Pikërisht nata e Kadrit. Dhe një prej kuptimeve të Kadrit, nata e Kadrit është momenti, është nata që Allahu lartësuar shkruhet, që jep urdhrin të shkruhet, të përcaktohet çfarë do t'i ndodhi gjithsesi prej nesh deri në natën e Kadrit të vitit të ardhshëm. Është nata më kulminante. Shkruhet risku, shkruhet fati, shkruhen zgjedhjet, shkruhen sukseset, shkruhen Zot na ruaj, edhe se kush do të jetë i mirë, por edhe kush do të jetë i lumtur,
kush do të degradoj me zgjedhjet e tij dhe kush do të lartësohet me zgjedhjet e tij. Të gjitha shkruhen në këtë natë. Prandaj shumë ti lutemi Allahut të nderuar dhe shumë ti përkushtohemi, sidomos aty në sejdë, jo vetëm me lutje dhe me kërkesa, por dhe me qëllime shumë fisnike. Kjo është nata që Allahu i nderuar thotë me lajket zbresin me urdhrin edhe Xhibrili, me urdhrin e Zotit të tyre në tokë. Prandaj quhet e Kadr sepse ngushtohen hapësirat. Shikoni se si nga numri i madh që kanë xhami, s'ka më hapësirë. Nëse dëshon të vijë 1 dhe 2 dhe 3 persona të tjerë, nuk ka më mundësi, nuk i themi të dua fort, por nuk ka mundësi, nuk e se ku të falesh. Atëherë si ti thoj kalo jashtë. Pse kjo gjë? Sepse gjithë hapësira është mbushur, është ngushtuar. Pasha Zotin e gjithësisë në natën e Kadrit, hapësirat në tokë janë ngushtuar, janë mbushur me melajke. Mirë, po ne nuk i shohim melajket. Ama prendihet prezenca atyre. Ajo qetësia shpirtërore dhe me ndihmën e Allahut të nderuar, Allah nuk do na privojë nga gjitha mirësitë e natës Kadrit, me ndihmën e Zotit do t'i shijojnë këto mirësi përgjatë gjithë vitit. Unë do përfundoj dhe me një ndaljes të fundit, e cila do përpiqem që të zhvishem nga kjo rroba e hoxhës, e miftyut, e atij që ndoshta në momentet caktuara ja kërkon dhe çështja të programoj diçka për të thënë, në momentet caktuara Zot na ruaj, mbasi na bëjnë edhe kështu si rutinë, erdhi xhumaja, dalim aty dhe ligjërojmë, apo ulemi këtu dhe ligjërojmë, ndodh edhe me ne në momentet caktuara. Allahu na fal, në momentet caktuara do të flasim edhe atë që nuk e ndiejmë plotësisht. Flasim ose këshillojmë, orientojmë dhe në momentet caktuara mbasi nuk e kemi atë dashamirësinë e duhur për njëri tjetrin. Mi po u betojmë në Zotin e gjithësisë, po përpiqem në këto momente, në këtë natë të zhvishem nga të gjitha këto. Dhe të zbres si një vëlla, dhe si një prind, apo si dikush që u do të mirën më shumë se sa vetës së tij. Po përpiqem në këtë moment më shumë se sa vetës së tij. Mos e merrni jetën për lojë. Duke qenë se dominohet tani xhamia nga rini, i u ka bërë Zoti i gjithësisë arkitekt të jetës tuaj. Na ka dhënë mendje, na ka dhënë logjik, na ka dhënë ndjenja, na ka dhënë zgjuarsi, na ka dhënë mundësi, na ka dhënë përvoja, na ka dhënë modele. Mos loz me jetën tënde. Mos e merr jetën për lojë, mos e merr për aventurë. Bëu arkitekti më i mirë në botë. Që edhe nëse nuk bën dot projekte, shtëpie, pallate, qytetesh, minimumi duhet të projektojmë jetën tonë në mënyrë më dinjitoze të mundshme. Duke përsosur atë, duke mos lënë absolutisht asgjë mangët. Projektoje në këtë natë, natën e Kadrit, dhe zbatoje, bëu zbatuesi më i mirë, duke përmbledhur dhe duke marrë elementet më cilësor që të mundson Allahu lartësuar në këtë dynja dhe në këtë botë. Projektoje dhe zbatoje në mënyrën më të mirë. Si do ta projektojmë? Shtylla e parë e projektimit është besimi në Zotin e gjithësisë. Në çdo moment, në çdo çast duhet patjetër të kemi pranë nesh Allahun. Pa Allahun jemi të zbuluar, jemi të dobët, jemi të pamundur, të destinuar për të dështuar. Të destinuar për të dështuar. S'ka jetë pa Zotin e gjithësisë. Nuk ka jetë pa ushqimin shpirtëror. Nuk ka jetë pa orientimet, pa udhëzimet të Kuranit famulart. E ka garantuar Zoti i gjithësisë diçka të tillë. Projektoje, skicoje jetën tënde tani në natën e Kadrit, duke orientuar kryesisht në 2 argumente. Argumenti i parë është in ahsentum li anfusikum wa in asatum falaha. Nëse bën mirë, ja bën vetes tënde. Nëse bën keq, do e bën kundër vetes tënde. Ligj, e thot Allahu në Kur'anin famulart. Nëse bën mirë, çdo të mirë që të bësh e bën për veten tënde. Nëse do bësh keq, ta di që do të dali përpara. Do dali prit përpara e keqja. Argumenti i dytë është hadithi ku i dërguari i Zotit lartësuar ne na nxit dhe na inkurajon për të jetuar jetën e njerëzve të mëdhenj. Jo të njerëzve do si do, njerëzve normal. Në këtë dunja, ju e dini shumë mirë të nderuar, kjo dunja është shumë e ashpër, është shumë e egër, me sprova të ndryshme të një pas njëshme, e cila nuk ka vend në të për njerëzit e dobët. Në këtë dunja,
ka vend për njerëzit e dobët. Prandaj çfarë thot Muhamedi alayhis salam, bëu i fort me besimin në Allahun, në mbështetjen tek Zoti, ihris ala ma yanfauk, bëu i kujdesshëm për çdo të mirë në jetën tënde, mbështetju Zotit, wala ta'jiz, dhe mos u tregon në asnjë çast i pamundur. Përveç mangët, futi punës, mëso fen tënde, adhuro Zotin, fal namazin, mëso një shkollë, përfundon një shkollë ose përfundon një zanat, punon nga mëngjesi deri në mbrëmje, ndërtoje jetën tënde si besimtar me ndershmëri, sepse në këtë dunja nuk ka vend për njerëzit e dobët. Wala ta'jiz, dhe mbi të gjitha, dhe mos e kthe kokën tek e shkuara. Harroje të shkuara. E shkuara është vetëm për të marrë mësim, nuk është për të ulur kokën dhe për të dëshpëruar. Nuk ka problem edhe nëse ke gabuar, edhe nëse ke mëkatuar, nuk ka problem edhe nëse ke jetuar deri në këtë moment e keq dunjan. Që në këtë moment të mos të mbaj peng e shkuara. Filloj një radhë të re me Zotin e gjithësisë, me besim dhe me këto parime dhe me këtë projektim. Shtylla e dytë, nuk mund të ecësh dhe të kesh sukses në jetë nëse nuk të shoqërojnë bekimet e prindërve të tu. Ligj. Allahu e thot në Kur'anin famëlar. E duam suksesin në çdo çast, në çdo moment, dole prej shtëpisë, puthe në ballë, nënën, babën e thuaj lutu për mua. Nuk mund të eci, nuk mund të kemë sukses pa bekimet e tua o i nën. Pa bekimet e tua o babë. Nuk mundet. Çdo mëngjes, çdo mbrëmje, ata që i kanë gjallë, ti shtrëngojnë fort, të shtrenjtë, si shumë të shtrenjtë, si thesar, ti shijojnë përderisa i kanë dhe përderisa i kemi, dhe nëse kanë kaluar tek Zoti i gjithësisë, aty në sejdë dhe kur do herë të lutemi shumë që Allahu të na i fali dhe ta i mëshiroj. Nuk ka sukses, s'ka për të bërë prokopi që thot populli, s'ka për të patur sukses ai i cili nuk merr bekimet e prindit. Lere më pastaj nëse i ka shqetësuar, u ka krijuar probleme, i ka bërë që të jenë të vuajtur dhe u krijon shqetësime nga mëngjesi deri në mbrëmje. Jo. Këshilla e tretë, me të cilën ne projektojmë të ardhmen tonë me ndihmën e Allahut të Lartësuar. Përcakto në jetën tënde zona të minuara kur nuk shkel. Përcakto në jetën tënde, në përditshmërinë tënde zona të minuara, o të rinj, o ju bija, motra të nderuara. Zona të minuara, çdo thot ka mina aty, kur mos shkel. Ajo është bota e veseve, ajo është bota e gjunaheve, ajo është bota e shoqërisë së keqe. Mësoj dhe edukohet jetosh me pak, por me nder, dhe kur mos shkel, se dhe çfarë thanë, këtë dunja ka shumë rreziqe. Kur mos shkel në atë zonë e cila është e menuar. Në botën e bigjozit, botën e drogës, në botën e alkoolit, në botën e zullumeve, të gjunave, të cënimit, të nderit të tjerëve, të vajzave, të bijave, të nënave, të bashorteve, të tjerëve, zonat minuara, do dalin përpara, do të cënojnë cilësinë e jetës. S'ka bekim, as bereqet, as mirësi, as lumturi në ato zona që i ka caktuar Allahu i Lartësuar të minuara dhe që janë gjunahe dhe mëkate të mëdha apo vese, si quhen ndryshe. E tjetra shumë e rëndësishme, kur mos bëj padrejsi. Kur mos bëj padrejsi. Nuk mund të ketë sukses në jetë dhe nuk mund të jesh i qetë nëse i bën dikujt padrejsi. Mos lëndo, mos i bëj padrejsi as një mize, as një milingone, as një kafshe, as një shpendi. Ka mallkuar pejgamberi alayhis salam, imagjinoni, e ka mallkuar. Atë njeri i cili për t'u argëtuar merr një shpend, një zog dhe e qëllon kot për hob. Pse? I tha dikujt, tani që e vrave do të hash, do ushqesh me të, jo, për hob. E ka bërë kategorikisht të ndaluar, të shqetësohet, të lëndohet, të mundohet diçka që ka ndjenja, diçka që ka shpirt. Po njeriu me një fjalë, me një vepër, me një reagim, ti mund të shkatrosh jetën, shkatron ndjenjat, shkatron jetën, e bën që të jetë kokulur gjithë jetën. Po nëse i cënon pasurinë, po nëse i cënon padrejtisht nderin e familjes, po nëse i bën diçka më të madhe, kujton se do kalojnë të gjitha këto tek Zoti i gjithësisë, pa u vënë re dhe pa marrë secili atë që meriton. Prandaj kur mos bëj padrejsi. Nëse ndodh që bën, direkt kërko falje Allahut dhe shko dhe gjunjëzohu në thonjza përpara atij që e ke shqetësuar dhe thuaj ma bëj Allah përpara se si thot pejgamberi sa të vija ajo ditë ku më nuk shlyhen padrejsit me lek, me para apo me të mira materiale, por me vepra të mira. Mirë, po me vepra të mira.
Dhe fundit, dhe kjo është enkas dhe në veçanti për nënat, për bijat, për motrat, tona besimtarët përkushtuara që Zoti nderoft dhe i ruaj, i përgëzoj shumë me hadithin që ka thënë pejgamberi alayhis salam. Idha sallat al-mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, nëse gruaja besimtare i fal që të 5 vaktet e namazit, e agjeron muajin e begat Ramazanit, e ruan nderin e saj, dhe është një bashorte e mirë për bashortin e saj, në ditën e gjykimit Allahu lartësuar do ta vendosin në podium dhe do t'i thuhet futu nga cila derë dëshiron e xhenetit. Të 8 dyert do t'jenë të hapura për të. I ka kufizuar më së shumti i dërguari i Zotit lartësuar detyrat e një motre, e një nëne dhe një besimtare pikërisht e këto të katërta. Kur i fal të 5 vaktet e namazit, agjiron Ramazanin, e ruan nderin e saj dhe është një bashorte e mirë për bashortin, i thuhet futu nga cila derë portë e xhenetit ti dëshiron. Dhe përfundoj dhe me fjalinë e fundit, kujdes të nderuar vëllezërit e mi dhe shtrenjtë e motra, në momentin sidomos kur do merrni vendimarrje të rëndësishme në jetë. Kujdes kur do hedhësh dorën dhe do përzgjedhësh shokun. Kujdes kur do hedhësh dorën do përzgjedhësh bashorten apo bashortin. Kujdes kur do hedhësh dorën do përzgjedhësh zanatin apo do përzgjedhësh shkollën apo do përzgjedhësh mbi të gjitha besimin. Çfarë statusin në raport me besimin do të kesh? Kujdes, sepse gjithë jeta e njeriu është ndërtuar mbi këto zgjedhje. Dhe në fund fare, jeta nuk është gjë tjetër veçse një grumbull zgjedhjesh që ne i kemi në jetë. Në bazë të këtyre zgjedhjeve përcaktojmë o do të jemi të lumtur ose të destinuar pastaj, Zoti na ruaj që të vuajmë. Allahu na mbuloft ne me mirësitë e tij. Dhe Allahu na mundsoj që të arrijmë mirësinë e natës së Kadrit, e cila është më e mirë se 1000 muaj. Dhe kërkojmë Allahut të mësuar që të gjithë njerëzit që kanë siklete, që kanë halle, që kanë shqetësime, që kanë sëmundje, që kanë borxhe, që kanë probleme, Allahu lartësuar t'u zgjidhi, të çlirojnë nga të gjitha ato 1 orë më parë. Paçim që të gjithë bashkë një vit deri në natën e Kadrit të ardhshme, të lumtur, të mbar me shumë suksese. Na dhënë Allahu lartësuar mirëqenie, shëndet ne familjarëve tanë, gjithë ummetit të dërguar të Zotit lartësuar dhe na ruajt Allahu lartësuar nga ato gjëra për të cilat ne nuk i përballemi dot dhe nuk jemi dot durimtar apo nuk i kalojmë dot ashtu siç duhet. Zoti ju nderoj dhe ju mbuloft me mirësitë e tij. Do të përfundojmë tani edhe vitrin dhe pastaj siç kemi zakon kush dëshiron ta kalojmë bashkërisht suhurin, bujrum, xhami ka suhur, kush dëshiron që të largohet është në zgjedhjen e tij. Allahu ju mbuloft me mirësitë e tij.